Përshëndetje Londrim. Përshëndetje Jonida, si je? Mirë, faleminderit. Jemi gati për 2 emra 2 arsye? Po, patjetër. Hajde. Emri i parë është Getoari, për shkak se mendoj loja ja ka fillu tepër dinamike dhe në situatën që jena duhet me kom pak më aktivizum. Dhe emri i dytë është Linda Rejsa, është personi vetëm që për një men nuk isha pas qef me kom këtë shtëpi për shkak personit lig që është. Faleminderit Londrim, mund të kthesh. Dua. Aj, mami. Po normal, s'kish ka menua ashtu rap tap 2 emra. Eftojmë shkurtën në dhomë të rëfimeve, ndërkohë le të bëhet gati Getoari. Po, loja është bo shumë interesant, ju du krejtve definitivisht. Përshëndetje shkurta. Përshëndetje tine. Atëherë, 2 emra 2 arsye. Edi, për shkak se ne kemi pas një debat më herët më duket shumë arrogant dhe nuk është i socializuar me të gjithë, ma shumë është i fokusuar domethënë te pjesa me dolçen. Që kjo është arsyeja e parë domethënë që mua s'm pëlqen. Okej. A është arsyeshme kjo? Emri i dytë, po. Po emri i dytë, që patë emrin kjo çika, që tash për ta harroj. Elia, çu patë emrin? Për kë ke fjalën? Amelia, që pat emrin kjo qika... Eliona, po, kërkoj falje, se paroj. E cika dhe arsyen ma herë, dhe për shkak komenteve që i ka dhonë drejt e mije, nuk më ka pëlqyer as pak, sepse edhe kur i ka dhonë komentit, i ka dhonë me buzëqeshje. E kështu që këta 2 emra. Okej, faleminderit shkurta, mund të thesh. Eja Getoar, bëu gati Sasa. Ndërkohë vjen Getoari. Jo, Sasa... Okej. Mi mbrëma Getoar. Mi mbrëma. I ke të menduara 2 emra 2 arsye? Sigurisht që po.